Ashtu si në të gjithë vendin edhe në Shkodër, besimtarët musliman kanë festuar festën e Kurban Bayramit. Në fjalën e tij para faljes së namazit të Kurban Bayramit, zëvendësmiftiu i Shkodrës Arben Halluni u ndal për të folur për fenomenin e largimit të shqiptarëve. Ai tha se po lënë prindërit e gjallë dhe i gjendë vdekur. Thirrja jonë e vazhdueshme është të mos braktisin vendin dhe të mos largohen pa u përpjekur këtu, u shpreh Halluni. Që drejtohem edhe me një thirrje shpirti zemre, me një mesazh që bëron nga shqetësimi për fatin e vendit ton, për bit e kësaj toke që po largohen gjithnjë më shumë, duke lënë pas familjet, rënjët dhe të armën, kryesisht prindërit që i lënë të gjallë dhe i gjejnë fatkeqësisht në mërmerë. Thirrja jonë e vazhdueshme është që mos braktisni vendin tuaj, mos ikni pa u përpjekur këtu. Allahu Gjeleshanu e ka lidhur riskun me përpjekjen, jo me vendodhjen. Allahu Gjeleshanu thot në Kuranin famlar, dhe ai është që ju bëri trashëgimtar në tokë dhe lartësoi disa për jush mbi të tjerët në shkallë të ndryshme, për t'ju sprovuar në atë që u ka dhënë marrë nga surja El-An'am ajeti 165. Po kush do ta ndërtoj këtë vend nëse jo ne? Mos harroni se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, paqja dhe rahmeti Allahut e donte vendin e tij, ku detyrua të largohej nga Mekka i përlotur tha me lot në sy. Pashallahun ti e vendi me i dashur për mu dhe me i dashur për Allahun. Si kur të mos me kishit dëbuar, kur nuk do t'isha larguar nga ty për nga Mekka e ndëruar. Po ne a kemi bërë mjaft këtu? A kemi dëruar? A kemi kontribuar? Apo a kemi bashkëpunuar? Apo vetëm jemi ankuar, vetëm ndëruar larg, pa ndërtuar afër? Risku nuk është vetëm jashtë kufijve, xhamati ndëruar. Risku është aty ku përpiqesh, aty ku beson, aty ku nuk dorëzohesh. Ai që qëndron me durim, me sabër në vendin e vet dhe punon me sinqeritet, do ta shohë begatin e Allahut Azza wa Jall. Ikja nuk është zgjidhje dhe nuk mund të presim që të tjerët të na ndërtojnë kombin, sepse ne jemi përgjegjës ashtu siç janë edhe ata që na drejtojnë, shtoi Halluni. Ikja nuk është zgjidhje vëllezër dhe motra, pa u përpjekur me dinjitet në vendlinjën tonë. Sikur të ishit mbështetur të Allahu, ashtu siç duhet, do t'ju furnizonte ashtu siç furnizon zojsht. Në mëngjesin dalin me barkun bosh dhe në mbrëmje kthehen të ngopur, thuhet në një tjetër hadith të Rasulullahit alayhi salatu wassalam. Nuk mund presim që të tjerët të na ndërtojnë qytetin, kombin apo jetën. Ne jemi përgjegjës, sikur janë edhe përgjegjës me ndershmëri dhe me përkushtim edhe ata që na drejtojnë. Kjo është sakrifisa jonë, pikërisht sot, të mos ikim, por të qëndrojmë, të mos dorëzohemi, por të ngrihemi, të mos presim, por të veprojmë. Falja namaz Kurban Bayramit organizuar në sheshin pranë xhamisë Ebubekër në qytetin e Shkodrës.